Në takimin e radhës elektoral, kryeministri i vendit Edi Rama është ndalur në Peshkopi, duke përmendur veprën infrastrukturore më të rëndësishme siç është rruga e Arbrit. Kreu i qeverisë pati mundësinë për të shprehur vlerësimin e madh për punën e zëvendës kryeministres, njëkohësisht ministres i infrastrukturës dhe energjisë zonjës Belinda Balluku, për të cilën tha se pa të dhe punën e palodhur, kjo vepër infrastrukturore nuk do të ishte realizuar. Gjatë këtij takimi, kryeministri Rama gjithashtu ka vlerësuar me nota maksimale këmbguljen, punën dhe kontributin që ka dhënë vetë ministrja Belinda Balluku. Unë dua që ta ndërpres fjalën, sepse vërtet kjo rrugë ka qenë fiksimi im, po pa dikë që i ka ndetë mi kokë ditë natë dhe që ka qenë xhandar në të gjithë gjatësinë e rrugës, që qëllon tjetë dhe dikush që e ka ngrit peshë dhe për herë të parë e ka nxjerrë fituese në të gjitha bashkitë Partisë Socialiste, nuk doja dilnim dot që ta realizonim të gjithën kështu në kohë, me cilësi dhe me krenari. Kështu që dua t'ja jap fjalën përkohësisht dhe pastaj do ta rimarr prap Belindës. Ibrahime! Ndërsa nga ana e saj, ministrja Balluku tha se Dibra meriton gjithçka, sepse është punëtore, e mençur dhe mikpritëse. Nuk duhet ta them me zot lart që më keni munguar pafund, se më mërzitet fjerje, por ju dua shumë dhe meritoni çdo të mirë. Meritoni vëmendjen e Edi Ramës ashtu siç u ka dhënë nga dita parë. Meritoni që t'i keni rrugët, të keni shkollat, kopshtet, spitalet, të keni gjithçka, sepse jeni njerëz punëtor, jeni njerëz të mençur dhe mbi të gjitha jeni njerëz të fjalës dhe të besës.